Në një seancë të zgjatur parlamentare që vazhdoi për rreth 16 orë dhe përfundoi rreth orës 3 të mëngjesit, Kuvendi miratoi në parim projekt buxhetin e vitit 2026 me një fond prej 8.8 miliard eurosh, së bashku me 8 projekt ligje që përbëjnë paketën fiskale të vitit të ardhshëm. Projekt buxheti u kalua vetëm me votat e mazhorancës socialiste, 83 vota pro, ndërsa opozita votoi kundër. 2 deputet të Partisë Socialiste, Erion Braçe dhe Vullnet Sinaj, dolën nga linja e grupit duke mos marrë pjesë në disa prej votimeve të projekt ligjeve fiskale. Braçe mungoi në votimin për ligjin e taksave vendore, ndërsa Sinaj nuk votoi dy nismat e lidhura me paqen fiskale. Fondi prej 8.8 miliard eurosh do të përdoret për mbulimin e shpenzimeve publike, duke përfshirë shëndetësinë, pagat, ndihmën ekonomike, pensionet, arsimin, punësimin, bujqësinë, infrastrukturën rrugore, drejtësinë dhe investimet në fushën e sigurisë në kuadër të angazhimeve ndaj NATO-s. Një nga ligjet më të rëndësishme të paketës është ai për faljen dhe shuarjen e detyrimeve tatimore, që parashikon heqjen e rreth 500 milionë eurove borxhe dhe gjoba të paguara deri në 31 dhjetor të vitit 2014. Për detyrimet e krijuara nga viti 2015 deri në vitin 2024 do të ketë lehtësime, por bizneset duhet të shlyejnë një pjesë të shumave deri brenda vitit 2026. Ndërkohë, paqja fiskale krijon mundësinë që bizneset me xhiro mbi 14 milion lekë të nënshkruajnë një marrëveshje 3 vjeçare me administratën tatimore për të përcaktuar normën e fitimit të tyre. Ligji i ri për taksat vendore parashikon përjashtimin nga taksa e ndikimit të infrastrukturës së të gjitha investimeve publike në arsim, shëndetësi dhe mbrojtje sociale. Në paketë përfshihen edhe ndryshimet për faturimin elektronik, si dhe lehtësime të reja fiskale për sponsorizimet në sport, kërkim dhe zhvillim.